Këto pamje janë nga qarkoria e Tetovës, e cila duhet të lidhë autostradën A2 me rrugën rajonale Tetov-Jazhinc. Ndërtimi i kësaj rruge ka filluar një vit më parë. Banorët e fshatit Trebosh gjatë verës përballen me pluhurin, ndërsa në ditët me shi me baltën dhe gropat. Rruga është dëmtuar në qershor dhe deri sot vazhdon të jetë në këtë gjendje. Gjatë ditës së sotme ishim në fshatin Trebosh të komunës së Zhelinës. Banorët të revoltuar pyesin se si po kryhen punimet dhe shprehen se nuk presin që rruga të përfundojë as për 2 vjetët e ardhshme. Tu tregu ju vetë shifni sa dom ka. Pikurën ajo në 2 vjet nuk bëhet. Ajo rrugë. Atin e dëmton këto veturat, a bujqësin 100% e dëmton. Unë nuk e di si e shqyqojnë këto zotni që janë fotela atje. A ka kuptim ajo, a i bujki pjasaj mbarët jeton, ju e keni pa në verës, me bostane, me speca, me këllëmoq, me këtë. E turp është, kush ta shohe? Para 2 vjetëve s'ka gjasa. Ato po ju garantoj Adra. Ajo para 2 vjetëve nuk ka gjasa të bëhet. Ajo turpi matë për shtet. E ne thujna ne për në Evropë. Qëfar Evropë të? Te mbajt e popullit të dhe Evropë. Po shifet sa pengone, që ka bisedosh për ata. A jërë dhe te ka. Si kalove. Që do në tjetër? Kush vinë këtu të sjeroj e gjajë me? A vinë dikush me sjeroj me një gjajë? Vetëm vinë kur kanë interes për votët të nëjë për të mirë. Në bandë thamë se tash vjen dimni, edhe verës kina pas me plunin problem, po edhe dimni tash janë më gropa, vetura dëmtohen, zgjidhe s'kemi. Është, dhe me thonë 1 vjet, diçka e kanë fillu, kur dhe mbarun, nuk dhim a fas, s'kemi zonë. Si nuk duhet, për s'kam komet për ato. Askush. Unë s'kom dajt bëjë dhe kusht. 2035 të ba, si e kanë nëjës të bëjt. Në një përgjigje me shkrim, zëvendësdrejtori i rrugëve shtetërore Tahir Tahiri tha se punimet do të duhet të përfundojnë shumë shpejt. Po vazhdojnë punimet për ndërtimin e qarkores rrugore të Tetovës, e cila do të lidhë autostradën Shkup-Tetov A2 me rrugën rajonale Tetov-Jazhinc. Qarkoria nis pranë fshatit Trebosh dhe përfundon pranë fshatit Neproshten me gjatësi totale prej 5.3 kilometrash. Qarkoria pritet të përfundojë së shpejti dhe të vihet në funksion, duke përmirësuar ndjeshëm lëvizjen dhe cilësinë e jetës në Tetov. Si zëvendësdrejtor mbetemi përkushtuar që puna të ecë me ritëm të qëndrueshëm dhe me synimin e qartë për të përfunduar çdo segment në afate të përcaktuara. Ndryshe, qarkoria ka një gjatësi prej 5.3 kilometra dhe ndërtimi i saj do të jetë një ndihmë e madhe edhe për zonën ekonomike në Tetov.